Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi edhe sot në emisionin Gjurmët dhe si çdo ditë tjetër në këtë një orë nga ora 15 deri në ora 16 sot do flasim mbi një temë të cilën në fakt për gjithë ata që duan sportin, ndoshta edhe e ndjekin. Unë nuk jam shumë fan se sportit, e kam thënë disa herë, mirë po që ndonjëherë ky sport për cilin ne do flasim duket në shikim të parë sikur shumë i lehtë, gjithkush mund ta bën. Mirë po, unë besoj që ka shumë brenda saj, sepse në matematikë thonë nëse një zgjidhje të duket e lehtë, atëherë ke bë gabim. Detyrën, kështu që besoj që edhe kjo vlen edhe për ping-pongun. Ne sot do flasim për këtë sport i cili ndoshta pak e ka namin në Maqedoninë e Veriut, por që ja kemi njerëz të cilët e adhurojnë, e luajnë, e praktikojnë, le të themi kështu, dhe të shohim se a do mundemi ndoshta t'i japim atë vlerësimin i cili i duhet ping-pongu, sepse siç e dim, ato sportet kryesore tek ne e marrin ndriçimin më të madh. Me mua bashkë në studio është Agon Saiti, profesor universitar. Është ai termi edhe ping-pongist, por ai do të na tregon se pse nuk është i saktë. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, është kënaqësi të jem në studio me ju, sidomos të flasim për ping-pongun që e kam në zemër edhe është dashuria ime me të cilën jam marrë mbi 30 vite. Është e vërtet kjo që e thash, që ndoshta në shikim të parë duket si lojë e thjeshtë, mirë po ka shumë më shumë brenda saj. T'ju them drejtën, brenda këtyne 30 viteve karrierë sportive kam marrë pjesë në shumë emocione. T'ju them prezantim më të bukur rreth ose analizë më të bukur rreth lojës së sportit ping-pongut nuk kam dëgjuar deri tani, kështu që konstatimi juaj është shumë i saktë. Në shikim të parë bëhet fjalë për njerëzit cilët nuk e njohin strukturën mirë ose bazat e këtij sporti. Tingullon si me qenë dhe një sport i lehtë, për arsye se ato udhëheqen nga përvoja në mënyrë rekreacioni që e kanë përjetu dikun në përpushime, ku kanë pas gjasat luajnë, ose dhe një situatë tjetër, dhe një themi dhe një sallë sportive, edhe në bazë të asaj ajo kushtimisht themi duket lehtë, mirë po për ato të cilët miren profesionalisht me sportin e ping-pongut, por edhe me sportet tjera, kur bëhet krahasimet e njërës e tjetës, ping-pongu bjen në një sport shumë i ndërlikuar, pra unë e kisha definu si për nga pjesëmarrësit bëhet fjalë për një sport individual, për nga struktura bëhet fjalë për një sport polistrukturor, për nga harxhimi i energjisë bëhet fjalë për një sport i cili është aerob, pra nga aspekti funksional, gjenerimi i energjisë bëhet në mënyrë aerobe, në të cilën në shumicën e rasteve gjatë shkëmbimit të goditjeve bëhet bile në atë proces aerob bën shkëmbim të goditjeve edhe me force eksplozive, kështu që është shumë komplekse edhe për atë mendoj, edhe bjen për nga ndërlikueshmëria bëhet fjalë për një sport shumë të ndërlikuar në aspekt profesional flasim. Po, gjithmonë, ne jemi me bindur që shumica nga ne kemi provuar gjitha sportet të luajmë si amater, sidomos në shkollë fillore dhe të mesme ku sporti është i detyrueshëm, dhe asnjëherë se kemi ndje atë nivelin ku duhet shkojmë. Mirë po, ka diçka, ping-pongun asnjëherë s'kam luajtur në shkollë. Volleyball po, futball po, kemi provuar edhe frisbee, mirë po, ping-pong jo. Unë nuk e din cilën shkollë keni mësuar ju, konkretisht mirë po unë për arsye se përvoja ime profesionale si profesor në fillimisht në shkollë të mesme i edukatës fizike në gjimnazin Zeflush Marku, në godinën e re këtu në tani që është aktualja, kur e përfunduan sallën, ndër të tjerat morën edhe disa tabela ping-pongut. Gjatë orës së sportit, në atë orë në cilën unë kam pas mundësi të ligjeroj, kam vendos tabelat e ping-pongut edhe vërejta një dukuri që pak të populata jonë është i njoftur ky sport, sidomos të gjinia femërore dhe e bukur e këtë kësaj që bëra një prezentim të ping-pongut, sa është i ndërlikueshëm, sa i vështirë, mirë po harrova ta them kryesoren se është shumë tërheqës si sport, është me të vërtetë tërheqës, edhe për arsye se nuk keni provuar gjithë tani të luani ping-pong, unë po ja u sugjeroj që në të ardhmen si të keni mundësi, pse jo edhe ta provoni që këtë lojën e ping-pongut, që ndoshta në ndonjë takim të radhës të diskutojmë edhe për impresionet tuaja rreth atij takimit sparjer me ping-pongut që do e bëni. Po pse jo ndoshta të vijë edhe ju të m'jepni disa teknika se si të luaj. Me kënaqësi, jeni të mirë se ardhur, jo vetëm ju, por gjithë ata të cilët janë adhurues këtij sporti. Ne do flasim për ping-pongun, do zgjerohemi pak më shumë te klubet, federata e kështu me radhë, mirë po unë do di nga filloi dashuria juaj për ping-pongun, më tha 30 vjet.
ishte shumë, për shembull takimi i parë i ping-pongut, themi ishte i rastësishëm, mirë po jo edhe aq, për arsye se në fillimet e para, si çdo djalë, unë kisha dëshirë të në moshë 7-8 vjeçare të stërvitem karate. Në atë kohë mundësit ishin shumë të vogla, shumë pak klube kishte, kështu që për hir të shëndetit, prindi jonë, babi dhe prindët e mi në fakt, na sugjeruan të shkojmë në gjimnastik. Për arsye se unë kam lindur me një farë, themi, problemin në aspektin e elasticitetit, gjimnastika nuk më tërheqe atë shumë, sepse aty kërkohet të jeni fleksibil. Mirë po e gjithë, e mira e këtë kësaj është se startuam në Partizan të Gjoqe Petrovit, se unë vi nga Saraj, edhe prindim në mënyrë rekreacioni mireshte me ping-pong. Edhe ai kur na la të stërvitemi në gjimnastik, kur dolëm për aty, ne u futëm në sallën e ping-pongut, edhe aty e pam se si ai loste ping-pong, edhe takimi faktikisht i parë, nëse nuk beson dikush në dashuri të parë, sigurisht se si çdo fëmijë, për arsye se bëhet fjalë për një aktivitet ku ka një top të vogël, atë topi çdo herë sugjeron themi kënaqësitë e fëmijët, edhe ajo dashuri u lind te unë edhe së bashku me vllaun, kjo na ndodhi me vllaun Valet Saiti. Kështu që u lind ajo dashuri, e mira e gjithë kësaj ishte që edhe trajneri në atë kohë i atij klubit Gjoqe Petrovit ishte edhe shok i axhit tim, edhe koneksioni faktikisht u realizu, fillimet ishin shumë pozitive, për ne arritëm unë edhe vllau shumë shpejt të dalim sipërfaqe nga ajo anonimusi edhe filluam të tregojmë rezultate të mira. Si vijon rruga e një sportisti i cili mirret me ping-pong, sepse e dim, me futball edhe krejt këto sportet që aq shumë diskutohen, më duket edhe unë që nuk mirem shumë me sport kam filluar të mësoj rregullat, mirë po për shembull dim që sportistët e këtyre sporteve pensionohen shumë më herët ose e lën punën profesionale shumë më herët. Vlen e njëjta edhe për ping-pongun? E bukur e ping-pongut është që njerë luhet në çdo cep të botës. Aty ku ka opsion, aty ku ka mundësi, luhet pikërisht për shkak të atij atraktiviteti që e jep e mundson loja e ping-pongut. Në lidhur me group motion, edhe kjo është një prej benefiteve të ping-pongut, për arsye se ping-pongu nuk njeh moshë. Sigurisht se kulmin çdo sportist, edhe sigurisht edhe në ping-pong, kulmin çdo ping-pongist arrin midis moshës prej 25 deri në 35 vjet, mirë po në ndallim prej sporteve tjera ku dominon forca edhe fuqia, në ping-pong dominon janë do forca specifike. Aty nuk do t'i përmendit marrë më shumë kohë, mirë po me eksperiencë mundet kompenzohet. Ajo për shembull humbja graduale, rënja e aty në aftësive motorike, kompenzohet me eksperiencë. Për atë edhe shumë shpesh shohim pjesë të reprezentacioneve me tradicion të luajnë, të marrin pjesë lojtarë të cilët janë mbi 40-at edhe të jenë shumë të suksesshëm në sport. E bukur e gjithë kësaj është po ashtu ta përmendi se edhe organizohen shumë gara zyrtare në ping-pong për grupo mosha të ndryshme. Kemi grup mosha prej 50 deri më 55, 55, 60, pastaj 65, 70 e kështu me radhë, që të mundet secili në grup moshën e vet ta tregoj cilësinë të jetë më i barabartë se sa një 25 vjeçar me një 55, 60 ose dhe një moshë më të madhe. Kështu që në këtë aspekt ping-pongu vërtet është një prej sporteve cila mundson të njerëzit edhe pas pensionimit aktiv të vazhdojnë të marrin pjesë, të ndjejnë atë ndjenjën e fitores, humbjes e kështu me radhë, ato pasionin që e kanë për sportin të vazhdojnë. Ju thatë që ka gara zyrtare, po flasim në nivel tjetër më të gjerë, po për tek si qëndron situata? Shpesh njerëzit të cilët nuk kanë has në informacion rreth lojës së ping-pongut në Maqedoni, janë të befasuar kur ju them se në Maqedoni ekzistojnë, flas për meshkujt, ekzistojnë 3 nivele të garimit. Superliga në të cilën ngarojnë 10 ekipe, liga e parë në të cilën ngarojnë po ashtu 10 ekipe, edhe liga e tretë varësisht prej ekipeve, ajo varon prej 10 deri më 15 ekipe. Do të thonë gjithsej janë rreth 20-25 ekipe të cilët veprojnë në Maqedoni. Këto flas në aspekt garat zyrtare, këto i organizon, kemi federatën e ping-pongut, e cila bën përpjekje që të munden të gjithë këto liga të funksionojnë. Pastaj kuptohet
për nga grup mosha, kemi gara në, themi, ndër U ose U11, U13, U15, edhe U17 dhe pastaj U19, mendoj se ka edhe U21, pastaj kalojnë në senior, aty ma nuk ka grup mosha, përveç kësaj pasi që të pensionojnë që i përmenda më herët mbi 50 e tutje. Kështu që në këtë aspekt janë mirë, për nga aspekti cilësisë mendoj se mund të flasim edhe tash, mund të flasim dhe një tjetër, mundemi ta diskutojmë edhe që. Ne do vazhdojmë ta diskutojmë, do shkojmë me pak shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në studio për të biseduar pikërisht në këtë drejtim, cilësia, kualiteti, kërkesa për të luajtur ping-pong dhe kështu me radhë, vetëm pas publicitetit. Ja, ku për rikthehemi, ne do e vjojmë bisedën aty ku e lam, në fakt Msafiri na tregoi që kemi disa grupe këtu te ne të cilat funksionojnë, është federata e cila funksionon për ping-pongun, thatë mbi 40 grupe, klube të ndryshme të cilat funksionojnë të ping-pongut. Vetëm te cilësia. Është aty ku duhet të jetë ping-pongu në Maqedoninë e Veriut? Atë që arrova të them, pastaj do kthehemi te cilësia, se është pikë e dhimbshme faktikisht si në shumicën e sporteve tjera. Pra, prej këtyne 40-45 klubeve cilët i ceka më herët, është një lëshim ose një fatkeqësi që nuk ka asnjë klub në të cilën stërviten shqiptar, nuk ka klub shqiptarësh. Ndoshta një pjesë të asaj bare e barti edhe unë, edhe në të ardhmen planifikoj, ndër të tjerat jam tani për momentin jam e ushtroj detyrën e trajnerit të një klubit të Shkupit quhet Risovi, edhe jemi në bisedimet sipër, së shpejti gjenë fund vitit do duhet të definojmë kakjet e klubit, pra një prej variantave është që ai klub pronësinë e atij klubit ta marr unë edhe në procesin stërvitor, por edhe në pronësinë e tij. Edhe pastaj do shohim, do futemi me një kampanjë te afaristët, themi shqiptar, që të munden sportin e ping-pongut, t'i japim mundësi edhe fëmijëve shqiptar të miren, themi jo me rekreacion, po të miren profesionalisht këtë sport, edhe pse mendoj se shqiptarët kanë një farë, themi dhuntie ose talenti në këtë aspekt. Përsa i përket popularitetit e kisha cek gjithashtu se edhe për shembull në Kosovë ka marrë një hof shumë të madh. Ajo jo rastësisht për arsye se Federata e ping-pongut, në cilën edhe unë kam kontribuar bashku me një ekip të shkëlqyeshëm që kanë qenë atje, ishte federata e parë që u zyrtarizua, u themelua ose u pranua zyrtarisht nga Republika e Kosovës. Edhe po ashtu është viteve të fundit e ndjek proceset edhe në Shqipëri, edhe atje ka një rritje goxha të madhe edhe të cilësisë, por edhe të pjesëmarrësve në sportin e ping-pongut. Kur jemi te cilësia, mendoj se mungon cilësia, flas për një përfaqësim dinjitos të ping-pongistëve tanë. Ajo zakonisht rezultatet më të mira arrihen në moshën 11, 13, 15 vjeçare, ku nuk vjen shprehje aq shumë, për shembull dallimet nga aspekti i kushteve, sepse eksperienca sportive, në moshë sa më të vogël, eksperienca sportive, për shembull e shteteve që kanë traditë me tonën janë më të vogla, afati kohor është më i vogël, kështu se siç rriten grup moshat, mosha e ping-pongista, ashtu edhe thellohet ai dallimi më i madh. Kjo pikërisht vjen për shkak të kushteve. Pra, sa për ilustrim, t'ju tregoj se në Maqedoni, në Republikën e Maqedonisë Veriore, nuk ekziston sallë themi e posaçme për ping-pong. Ka ekzistuar më herët, gjerë para 15 viteve nëse s'gaboj në Kale, në sallën kompleksin e Kales, kemi pas një sallë sportive, për çfarë arsye nuk e di kush e shiti atë. Kështu që cilësia në ping-pong mungon, edhe pse federata bën një përpjekje për ta korrigjuar këtë situatë, mirë po duke marrë parasysh se cilësia është proces i cili duhet kaluar. Këtu mungojnë edhe profesionistë të mirëfillt, për arsye se e dini ju procesin e stërvitjes çdo herë nuk e marrin të diplomuar në sport, pa ato zakonisht e marrin ndonjë ex ping-pongist i cili është marrë me ping-pong, nuk i din procese stërvitore të mira, nuk e din procesin e edukimit, nuk e din procesin e stërvitjes, edhe për atë edhe cilësia shpesh edhe ngec. Tash unë them, e ndjesi barë, mendoj se të gjithë
fokusi është i kthyer ka unë. Pse them është kthyer ka unë? Sepse unë ka 15 vite, gjerë para 2 viteve të fundit, kam bë pauzë nga ping-pongu, e lash, thjesht pak shkaku i shëndetit, pak shkaku i disa të themi punëve të mëdhaje që më pritnin në jetë. Kështu që tani jam kthyer, njerëzit kanë shpresë te unë, mirë po jo me oferta konkrete, këtë ju them në relacion Agon Saiti me krerët e federatës, kështu që ta shohim nëse krijohen kushte, nëse më ofrohet një mundësi për një themi godin ose sallë, të themi ose një hapësirë ku do mundem të vendosim spaku një 4-5 tabela, mendoj se në të ardhmen do duhet presim 5-6 vite të ardhshme, presim edhe një rezultat më cilësor se sa tani që janë. Do i rikthejmë pak 2 pikave të cilat ju i prekët pak më parë. Fillimisht që nuk ka klub shqiptar. Jeni ju, është vëllau juaj, po dim edhe një rreth tjetër të njerëzve që luajnë ping-pongon, se ndoshta janë trajnuar nga këto klube e që janë shqiptar? Për momentin nuk ka fëmijë shqiptar të cilët luajnë ping-pong. Ajde ta them, ta cek vajzën time Ara, e cila sapo ka filluar, i ka veç 8 vjeç, së bashku me shoqen e saj Poemën, shoqen e klasës. Kanë filluar të stërviten në klub. Në të kaluarën përveç Agonit, ka luajtur edhe një Strugan, se e kam pas edhe konkurent, Angjelush Bajrami, nëse më digjon e shfrytëzoj rastin ta përshëndes. Edhe ka qenë një tetovar, emrin e di se ka qenë mjek me profesion, është shpërngull diku në Amerikë, po ashtu edhe për atë nuk e kam takuar asnjëherë në jetë, sepse në momentin kur unë startova me lojën e ping-pongut, ai e la atëherë edhe u shpërngull për në Amerikë, të tjerë nuk kam dëgjuar, flas për në Maqedoni shqiptar të cilët janë marrë me ping-pong. Në përbot ekzistojnë, e di në Gjermani ka lojtar, në Suedi ka disa lojtar shqiptar të cilët jetojnë atje me familjet e tyre. Në Kosova, Shqipëria më veç ato nuk diskutohet, sepse janë shtete themi të pastërta shqiptare, kështu që për momentin kështu qëndron gjendja. Mirë, po është fatkeqësi që numri i shqiptarëve që luajnë ping-pong mund të numërohet në gishtat e njerëzdor tek ne. Ashtu është fatkeqësi, është realitet para së gjithash. Edhe kuptohet pak kjo situatë është, ndoshta vjen për shkak se nuk kemi tradit neve në sportin e ping-pongut, për arsye se nuk ju ofrohet, kuptohet. Fëmijët e duan atë që shohin më së shpeshti. E dini, kanalet sportive janë të mbingarkuara vetëm me sportet, me lojrat sportive siç është futbolli, numër 1, pastaj basketi, tek tuk do një handball edhe volejboll, edhe me kaq përfundon. Në aspekt tradicionit, për shembull, si sporte themi individuale ose edhe më të vogla për nga imponimi, janë edhe mirë, po kanë tradit, janë edhe sportet luftarake, me cilën neve mund të krenohemi edhe me rezultatet cilët i kemi arritur edhe si shtet, por edhe si shqiptar këtu në Maqedoni. Boksi po ashtu, mirë, po me ping-pongu nuk ka ndonjë lëvizje në këtë aspekt. Urojnë të ardhmen që ndose ndonjë bisedë të ardhshme me emisionin tuaj ose ndonjë emision tjetër, kjo pasqyrë të jetë ndryshuar, pa ajo do varet pak edhe prej disa rrethanave të cilët ta shohim se si do zhvillohet. Diçka tjetër të cilën ju e përmendët është që asnjë nga këto 40 deri në 45 klube nuk janë gra ose femra. Krejt janë klube meshkujsh. A hasim ping-pongiste në botë apo është sporti predominuar nga meshkujt? Është një lëshimi imi, pra këtë që e përmenda unë, është i paqëllimshëm lëshim, por arsye se e prezentova vetëm themi organizimin e lojës së ping-pongut nga ana e federatës vetëm për meshkuj, sepse aty numrat dominojnë, ndërsa nga aspekti klubeve të femrave, ka po ashtu klube të femrave, numri i përgjithshëm nëse zgaboj, sepse ne akoma jemi në themelimin e sipër të ekipës së femrave, nuk e di me saktësi, mirë po e mund të kontrollohet. Më mbas të asaj që kam dëgjuar, ka diku rreth 10 klube, pjesëmarrja është në përgarat i shoh janë diku rreth 30-40 femra, në grup moshat të ndryshme, fatkeqësisht mungojnë edhe atje grup moshat e vogla, ato të themi fëmijët të cilët kishin filluar me lojën e ping-pongut. Mirë po është prezent, ka tradit, asnjëherë s'ka ngecë kjo situatë, mirë po nuk ka shqiptare, nëse edhe s'ka pas gjerë tani, këtë
situatë përsërit them do mundohem unë të ndroj, që tani ka shpreh dëshirë vajza ime Ara e madhja të luaj ping-pong, shoqja e saj, pse jo ndoshta edhe një shoqe e tyre ose kështu nëpërmjet njësive të ndryshme të kyçen edhe ata. Le të jetë ndoshta edhe kjo bisedë një thirrje edhe për prindërit që t'ju vjen edhe ndonjë ide re se çfarë mund të bëjnë me fëmijët kur vjen fjalat e sporti. Cilat janë ato karakteristika apo ato virtyte të cilat fëmijët mund t'i marrin duke e praktikuar ping-pongun në mënyrë të rregullt? Tash unë do jem pak themi vetjak ose egoist për arsye se do i bëj një prezantim themi lojës së ping-pongut në krahasim me sportet tjera. Pra shikoni, çdo sport e ka karakteristikën e vet. Ping-pongu e dallon, për dallim nga sportet tjera, është pak më i veçantë për nga aspekti i lëndimeve janë minimale. Kjo është për shkak se është sport në të cilën nuk ka kontakt direkt me kundërshtarin. Mirë, ajo realizohet vetëm nëpërmjet shkëmbimit të goditjeve të topit. E para, e dyta është sport i cili kërkon shkallësi jashtëzakonisht të mëdha. Shkallësit janë shkallësit motorike, nuk janë çështje të lindura ato, ose e keni, ose e bartni, ose nuk e bartni. Këtë mësë miri e din ato cilët janë marrë me procesin stërvitor, kështu që e bukur e këtë kësaj është, e gjithë kësaj është se thash se mund të vazhdojt sportistët të cilët miren me lojën e sportit të ping-pongut, mund të vazhdojnë gjerë në pleqëri të thellë. Pastaj nuk ka lëndime, e përmendëm atë, zhvillon për arsye se bëhet fjalë për një sport kompleks. Imagjinoni në shkëmbimin e goditjeve tek ping-pongistët, themi të nivelit të lartë, topi arrin dikun shpejtësi mesatërisht prej 70 deri më 100 km/h, mirë po kjo në krahasim me tenisin e bën pak më të ngadalshëm, mirë po kur e futim për shembull në konsiderat edhe rrugën cilën përshkruan goditja e topit ping-pongut prej njërit sportist deri tjetrit e bën sportin e ping-pongut jashtëzakonisht të shpejtë. Edhe kuptohet shpejtësia si aftësi motorike është e lindur, pra ajo mundet të rregullohet pak me disa ushtrime, mirë po niveli i saj varet prej prindve, varet prej gjenetikës, por varet edhe prej ne themi prej perëndis ose prej natyrës themi të atij garusi ose atij ping-pongisti. Kështu që për ne që as gjenetika, as aftësitë si kemi, atëherë i bie vetëm për rekreacion të miremi me ping-pongun. Edhe moshën cilën e keni e doni, keni shprehë dëshirë, sigurisht edhe për rekreacion ka kënaqësitë e veta. Kur jemi te benefitet e ping-pongut, ta përmendi po ashtu se viteve të fundit është bërë edhe disa studime të thella, ku e dini një prej sëmundjeve të cilët shpesh i sulmojnë grup moshat ato pak më mbi 60-at, është sëmundjet e Alzheimerit që sulmojnë themi çështjen e trurit, po mbajtjes ment, edhe ka një studim, jo ka më shumë studime në të cilën shihet se bile edhe disa institute ose institucione, kisha thënë, e kanë fut programin si pjesë e trajtimit atyne pacienteve fillestar, themi, me simptomat të Alzheimerit ose demensionit e kështu me radhë, për arsye se gjatë lojës ato fillojnë të aktivizojnë pikërisht ato, themi, për pjesë sekundës mundohet të aktivizohet, të mbajturin me në çfarë mënyre ta bëje goditjen, të aktivizohet trurin, në këtë mënyrë, nëse nuk shkon gjatë kurimit, spaku bare me parandalon, e zvoglon, themi, progresin e smundjes, kështu që edhe në këtë aspekt është ka benefitet e veta, po ashtu ka ekziston edhe studim në të cilën janë bërë krahasimet mes jetëgjatësisë të sporteve të ndryshme zbashku me, për shembull, aty është përcaktuar se sportet të cilët, jo vetëm ping-pongu është një prej atyre sporteve me reket, ato të cilët luajnë me reket janë sporte, janë themi sportistë të cilët jetojnë pak më gjatë, pra e rrisin jetëgjatësinë. Kështu që unë mendoj se gjithë ata të cilët pak kanë dëshirë të miren me sport, duhet ta bëjnë këtë gjë, qoftë për aspekt profesional ose për rekreacion. Në folëm pak në aspektin profesional, po unë do di më lehtë prind apo më lehtë trajner kur bëhet fjalë për ta mësu vajzën në ping-pong? Të dy janë shumë vështira. Jo, atë që e kam vërejt, do kisha thënë se
Agoni edhe pas 15 viteve që abstenoj prej aktivitetit të ping-pongut, tani kur u riktheva përsëri, e shoh se gëzoj një autoritet jashtëzakonisht madh mes ping-pongistëve, themi Maqedon, se ato gjithë janë Maqedon, pikërisht për shkak të ati karakteri sportiv që e kam pas. Agoni njifet si një prej lojtarëve i cili asnjëherë nuk ka bërë një incident, jo shkaku i nacionalitetit që e ndalluar prej të tjerë si shqiptar, po thjesht nga aspekti i edukatës së familjes, por edhe nga aspekti i karakterit. Unë jam shumë temperament mirë, po e kam një temperament të kontrolluar. Në dallim, pra si sportist, asnjëherë s'kam pas një incident, asnjë bërtit me të themi. E dini, janë emocije të pyetje do një gjest jo sportiv. Mirë, po si trener e kam pas se kjo situatë është pak më e vështirë, edhe unë jam shumë më emotiv, jo vetëm me vajzën time, por edhe me lojtarët të tjerë, jam shumë më emotiv se sa vetë kur kam qenë si sportist. Pra nëse duhet zgjedhim mes të qenurit trener ose ping-pongist, mendoj se të qenurit trener, sidomos ku gjithë njerëzit presin që fëmijët ose sportistët e mi korin suksese, aty të themi pak qaloj dhe jam një farë mënyrë, jam pak ma temperament se sa që realisht duhet, dhe ndoshta edhe reflektojnë në atë mënyrë. Është e vështirë të trajnohet fëmija? Çfarë pyetje e bukur, por edhe katjedrane edhe emotive. Me vajzën provuam që është para 1 vjet e gjys. 1 vjet, fakt, ishte para 1 vjet e gjys, fakt 6 e gjys. Edhe provoj, si çdo fëmijë tjetër, e dini, ne shkojmë sipas dëshirave. Unë jam njeri i cili, jam një prind i cili dua t'ja la, edhe në të ardhmen do veproj ashtu, lirin zgjedh ajo se çka do doje. Edhe ajo më shumti u vendos me imponimin e bashkëshortes time, u vendos të shkojnë balet. Edhe njëkohësisht unë insistoja të dyja t'i bëj, edhe baletin, edhe ping-pongun, mirë po për ping-pong nuk shfaqi dhe një interes. Në ndërkohë baleti kaq ishte ajo, veç 1 vit zgjati, ishte e suksesshme atje, mirë po nuk e tërhoqi. Kështu që shpreh dëshirë pastaj t'i kthehet përsëri ping-pongut, edhe tani mund të them se ai proces në të cilën duhet kuptohet si prind çdo herë shumica njerëzve mendojnë se është pak më vështirë ta trajnoni fëmijën, edhe është më vështirë, mirë po unë kam gjetë metodat e mia me shumë dashuri, por edhe me koreksi, por edhe pak me disiplinë, se ajo duhet të jetë shembull për të tjerët, mendoj se do e shohim koha do e tregojmë, mendoj se do e arrim qëllimi. Qëllimi kryesor është të bëhet njeri i mirë, po pastaj të bëhet nxënëse e mirë, bëhet njeri i suksesshëm, po pastaj edhe pse jo edhe sportiste e suksesshme. Kur jemi te vajza Ara, mund ta cekë edhe këtë se nga fillim, mendoj nga ato lëvizjet cilët i bën fillestare, që ma veç ka 3-4 muaj me cilën kemi vazhduar të luajmë ping-pong, tregon një talent, ndoshta është pak edhe gjenetika këtu në pyetje, po ta shohim përsëri, kjo nuk do me thonë, nëse ka gjenetikë, edhe s'ka disiplinë, edhe s'ka përkushtim, atëherë e gjithë kjo bjen në ujë. Në fakt, edhe pse ndonjëherë i ka aspektet negative, kjo mirë po, ka një shkak përse familjet e mjekëve presin që fëmijët të dalin mjek, të juristave ashtu, të muziciantëve njëjtë, po edhe sporti e ka të njëjtin avaz gjenerat mbas gjenerate. Nëse flasim, janë bërë edhe hulumtime, mjaftë, bile e kam një në Universitetin Nën Tereza e Ligjëra dhe një lëndë është antropomotorika, ndër të tjerët flasim edhe është një njësi mësimore ku diskutojmë për sa gjenetika ka të bëje në rezultate gjenetike, dhe është përdoftu se jo aq shumë ka çështja e gjenetikës ka të bëje flasim për rezultate kulmore. Këtu kryesisht janë bërë hulumtime në fëmijë bineq, edhe themi edhe ato një vezor, ato janë më mirë, po për arsye se bëhet fjalë për një grup shumë i vogël i fëmijëve. Pastaj janë bërë edhe fëmijëve të grupeve të tilla në të cilën mund të bëhen hulumtime, ndoshta në të ardhmen të bëhen edhe më të thukta, më të thelluara, ndërsa janë bërë edhe, po ashtu janë bërë edhe ndonjëherë edhe martesa të qëllimshme, kisha thënë, në të cilën atlet kulmor në vrapime, sidomos në shtigje të shkurta, fëmijët e tyre nuk kanë treguar rezultate siç i kanë qenë prindët e tyre. Kështu që kjo nuk do me thonë, pra përsëri ja lam mistikën, ja lam natyrës, ja lam
perëndis të kisha thënë edhe ta shohim. Ai i përzgjedh ndoshta ato, veç neve si profesionistë e jona është ta përzgjedhim cili njeri për cilin sport të duhur është, jo secili është i lindur për çdo sport. Vërtet. Ne jemi drejt fundit të bisedës sonë, nëse keni ndoshta një mesazh të fundit për gjithë shikuesit tanë, për gjithë prindërit, po edhe gjithë që po na shohin. E kësaj radhe nuk do jem themi vetjak, unë kisha thënë si profesor i sportit, edhe unë kisha thënë që në kohën për cilën jetojmë, nuk do jetë një fjali pak më e zgjeruar, në kohën cilën jetojmë, sfidohemi me do sfida shumë të rëndësishme, që nuk jemi sfiduar gjërë tani asnjëherë. Edhe kjo ka sjellë gjërë tek sëmundjet të cilët për momentin nuk jemi të gjetë zgjedhje, janë sëmundjet e kancerit, sëmundjet e zemrës, e kështu me radhë. Për atë edhe tash për shumë shpesh shohim edhe video në të cilën profesionistë të ndryshëm, por edhe mjek, në të cilën ato e cekin rëndësinë e aktivitete fizike, edhe kjo pikërisht këto sëmundje vijnë për shkak të para se gjithash mënyrës së keq të ushqyerit, mënyrën se nuk ham atë të cilët duhet ta konsumojmë, edhe për shkak të hipoksis, kisha thonë, ose mungesës së lëvizjes. Pra edhe vetë jeta e ka sjell atë që njerëzit lëvizin shumë pak, kjo sjell gjërë tek obeziteti gjërë tek probleme tjera. Kështu që mesazhi i cili kishte qenë, nëse nuk e zgjedhin sportin e ping-pongut, le të marrin prindët, por edhe prindët vetë, le të miren me aktivitete të ndryshme, fëmijët të insistojnë të shkojnë në për klube të ndryshme, aty ku fëmija do e zgjedh sportin cilën e ka për zemër, për çfarë do arsye tjetë, qoftë për shkak të televizionit cilët e shef, ose e ndjenë më së miri, le t'i lanë, faktikisht le t'insistojnë që të miren me do një sport. Në aspekt edhe rekreacioni, qoftë aspekt e rekreacioni, ose por dhe një aspekt themi edhe profesional, pse jo. Faleminderit shumë që ndatë kohë për ditën e sotme. Ishte kënaqësia ime, ishte kënaqësi themi për të shpërnda informatat bukura, shpresoj se me këtë emision do e mbajmë vëmendjen e shikuesve për këtë sport vogël, por shumë i rëndësishëm për mua edhe të bukur.